o zoti madh, nisi java, nisi e hëna, nisi dita, jam shumë i lumtur. Me energjinë e duhur, Franc, Ua, si gjithmonë. po patjetër. Të lumtur, pas e kaluar fundjavë të bukur me sa duket. Ishte një fundjavë e bukur, edhe pse me shi nuk i kuptoj njerëzit që thonë, "Ora shi, po tani çat." Qeshuni mor, se bota është e tëra tëndja, tha. Fiks, edhe në përshi. Ju shikoj Çfarë bëre kaq të bukur në fundjavë? Ju shikoj ju të dyjave tani, njëra kështu, tjetra kështu mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ka nevojë për. Është një çik ftohtë, më Franc. Po le të jetë, me sa të ngrohu. Çfarë bëra Mikaela? Pa. Jo ndonjë gjë specifike, ti do më pjesësh ai festova Shën Valentinin, tha ja. Të gjithë e dim që nuk e ka festuar Shën Valentinin, por çfarë bëre diçka nuk e dim, interesante? nuk e Jo, nuk më pengoj që ta shijoja, ta festoja me mënyrën time ditën e shtunë edhe të diel, Me shtëpisë besoj, deri në 12. Jo, vet. Ja, më ndodhi një gjë për shkakun. Harrova Për shembull. çadrën. Si gjithmonë, unë jam nga ata njerëz që e le çadrën kështu edhe e harroj, po nuk më prishi humori kjo nata. Sa mirë. Bleve çadër tjetër. Jo, nuk bleva zëvendësove. çadër tjetër, thjesht e lasha të shiun të depërtonte në qendjen time dhe të ta shijoja, të bëhesha një çik romantik kështu, më shumë se s'ka ç'jam. mundsi, e kupton? Edhe të thoja. Gjithë ky romanticiteti Është çuar aktor, do. është aktor. Prandaj. Se çfarë thosh? Është për të ardhur keq. Më tregoni pak ju çfarë bët pamirun. Çfarë bët? Kemi fjetur shumë gjumë. Kaq. Besoj dhe ti. Jo, Jo? unë e kisha fest, me thënë të drejtën. Ashtu? Po nuk është se 14-ën? festova Shën Valentinin, festova 15-ën sepse babi im kishte ditëlindje Edhe Edhe një një qenë qinë, faleminderit ta gëzoj ditëlindjen babi, edhe sa mirë. kaluam shumë mirë, edhe një arsye për të qenë e lumtur. Dashurimi, të gjitha dashuri Ja, familjare. pra, se dashuria është edhe Ka në dhe këtë në këtë formë. formë, po patjetër që po. Që ta dinë njerëzit që po na shikojnë në Premium Channel dhe po na dëgjojnë në Radio Travel 104.6, sigurisht që edhe për ne tema e sotme do jetë dashuria. Po s'mbaroj, në thamë hoqim qafe. Gjithë prap, Ja, Dikte. edhe sot edhe nuk e përmendim Data më premtoj. 16. Të paktën për një 3-4 ditë. Ja, ma ja. Për 3-4 ditë se përmendim më. Dashuria duhet përmendur ore sekond, sepse është burimi i Po e jetës. kemi bërë boz E mëra? mbyllim sot, them unë. E flasim edhe sot edhe e mbyllim. Ka tema plot të Si tjera. doni me si Vem doni. pikat mbi sot. Okej. Këtë nga regjia ka festuar njëri? Dale të shikojmë ndonjë dorë të ngritur. Asnjë dorë Ja, ngritur. Situata. Çfarë bëhet kështu bre? Jemi stafi dashuruar të gjithë. Në një siç e trëndafil shihni. kishe datëlindjen e kujt? Edhe një Edhe një qenë, qind edhe të kujtimi bërë. pas ka pasur një ditëlindje të vajzës, edhe një qind, gjithë mira. Ja, Franca, shikon që ke bërë një gabim. Çfarë gabimi? Po duhet kisha marrë trëndafila, ke dy goca në studio. Nuk e festuam shumë Bën dhe si Valentinin, romantiku fakti madh. Si gest. Thoj vajza këto janë nga unë. Tani ju nga kaq pak sa më njihni duhet ta kuptoni që unë nuk i bëj gjërat kur mi thon, i bëj gjërat sepse dua t'i bëj vetë. Kështu që pritini në një ditë tjetër I lëm këto porosi trëndafila. kështu, ti kesh parasysh. Jo, pa merak. Unë dua ta bëj kështu. Më pëlqejnë befasit Mirë, përgjithsisht. shumë mirë. Kur të më befasosh sigurohet të jenë të bardhë. Më pëlqejnë të bardhë? Po të pëlqejnë Nada. trëndafilët? Jo. Jo. Vetëm të bardhë. As mua s'më pëlqejnë trëndafilët. Çfarë Në fakt do? ti je ja, i bën tulipan. Ha pra, se kjo e Ai bëri bën porosinë do të tulipan. bardha. Ti Tulipan ose peonjat janë Po. të peonje. po. Okej, peonje. Do të ketë parasysh. Mbaj shënimet. Jemi në zgjohu po deshe. Kemi nisur në orën 7 dhe do jemi bashkë deri në orën 9:30. Është e hënë, ne kemi prap rubrika shumë të bukura, Vetëm nuk i kemi të reja, sepse të gjitha Jo. i kemi Jo, zbunuar janë të javën e vjetra kaluar. edhe. për janë fat konsumuar. keq. Nuk e them dot atë fjalin time tipike. Mezi po pres atë rubrikën e kafe, sot kafen e pim bashkë, ne kemi kafe turke dhe e lexojmë përmes chatit. Do na Ai. ndri fati apo jo këtë e di. Tani e ndat kush do e pi kafen sot. Nada, Po me nada. radhë kjo punë. Me radhë. Sot sakrifikohem unë për ju. Me di po pres. Radhës fatin tjetër e tim. kam unë. Po që kështu ecën kjo. Ti do e lexosh vetë si Po bie. të lexojmë çfarë bëjmë. Ose do ma lexoj njëra Ne nga do i ju. shkojmë ne të dyja Bëje atje. mirë, bëje Do i mirë. mbyllim syt që mos të lexoj. Kemi gjithashtu edhe quizet që ju shpërblejnë me kuponat tan, kuponi 50 euro nga Sweet Spot, një mundësi e mirë për të patur një zbritje në udhëtimin tuaj të radhës, se tani është edhe periudhë e mirë për të udhëtuar, pavarësisht se në Tiranë është shi, ka vende të tjera të bukura që janë me dëbor, po ndoshta edhe më të ngrohta, pranvera është shumë afër, po troket e dera, mezi po presim 14 marsin. Shoqëriku Shën Valentini. Me një lule zvjen, tha. Çka kemi tjetër në një gjë të bukur? Më po do flasim për motin e Athinës patjetër, do flasim për Sot nuk e trafikun. Për trafikun e Tiranës, se për të Athinës Për nuk i trafikun. ndihmojmë dot. Dhe sot kemi moment shumë të bukur që unë mezi po e pres sepse ishte Shën Valentini, por ne nuk do rrim pa thënë një poezi shumë të bukur, sa i takon dashurisë, por jo asaj dashurisë
mashkull femër, por kemi zgjedhur një poezi shumë interesante. Dhe njësoj si me Barcoledhën edhe këtë na i ka mbajtur sekret. Kështu Po. që ne do të dëgjojmë për herë Për të herë parë të parë. njësoj si ju. Edhe Barsaledën do ta dëgjoni për herë të parë se nuk ua kam thënë, kështu që E taksirat mira më vjen. është që në vazhdim të na i thuash. Pse? Se ka ca momente që na kam në befasi. Po ai është Edhe ka reagime epike, do ne nuk qeshim po habitemi. Do thoshte Mikaela, that's the whole point. Doja por se thash. Mirë, do ta nisim me muzikë? E nisim me dëgjojmë një muzikë. këngë. Edhe Kjo para kthehemi është shumë e bukur. Në studio. Okay. All the things she said. Çfarë tha ajo më? Të tëra gjërat me llafe humore, po na Po dhe ktheu kjo pas se mos në linte gjë kohë. pas zbuluar. E po tani, mua bete gocash. Këngë dedikuar gocave. Mirë, kjo ishte për hapjen e emisionit, ndërkohë nuk harrojmë të njohim edhe me parashikimin e motit. Këtë të hënë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe alternime kthjellimesh kryesisht gjatë paradites. Rreshet e shiut pritet janë prezente gjatë gjithë ditës me intensitet të ulët. Ndërkohë, për gjatë vijës bregdetare dhe ulësirës perëndimore, rreshet do të jenë në mënyrë të izoluar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në verilindje, lindje dhe juglindje në lartësitë mbi 800 metër kemi rreshtje dëbore me intensitet të ulët deri mesatare. Ndërkohë, era do të fryjë nga juglindja dhe jugperëndimi me një shpejtësi mesatare 9 metër për sekond. Sa i takon temperaturave për ditën e sotme, luhaten në këto vlera, në zonat e ulta dhe bregdetare 9 deri në 15 gradë Celsius dhe në zonat malore 8 deri në 13 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 16 shkurt. Si më duket ndonjëherë për shembull, era do të fryjë me shpejtësi mesatare 9 metër për sekond. Për shembull, kur shkon 10 era thotë jam Jam mirë apo e te prova, ta ul pak dozën. Jam okay këtu, jo edhe shikmu këtu. Po ndodh kjo gjëja që kur ka rreshje shiu, edhe me këtë intensitet që ka ndodhur ditët e fundit, nuk është aq prezente era, kështu që shpejtësia është okay. 7 deri në 8. Domethënë herës tjetër kur t'japësh motin, a mund të bëj unë nga këto? Po patjetër, efekte zanore. Ato shkarkesat elektrike si do i bësh? Ato Sa ato ishin më interesante. Si bujar asnjëri. Po tash. Lera të bujar, po të marrim telefon bujarin ton dhe ta pyesim pak për Kemi trafikun. bujarin ton patjetër. Bujari, kemi bujarin Bujari, sot. kemi telefon. Ja ta shikojmë çfarë do na thot. Një shtërzile. Dy shtërzile. Kur na mori mallin çik për bujarin. Kemi kopa e dëgjuar. Ua, pse se hap kë? Alo. Oh, Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju gdhit ma. Mirë si u gdhive ti. Po valzohet mirë, ç'a bëhet mirë? Mirë, më mirë. Mirë ja, Se shqyr keni bona- dje hëna të flasim me ty se në fundjavë na mungove. A për zotin e mos. Po dini ma të dilni me makina, mos dilni me makinë, si A, do ishte mama. trafiku. A mos e tallesh ti Mikaela, mos ta tallem, për kam tepër zotin e mos serioze. Jo, tallesh. tallet Mikaela. Asnjëherë. Vërtet. tash. Asnjëherë. E po të shi se si jam mësu kështu që me ju mungu robë, e kupto? Se Ka gjithmonë një herë të Ka parë. një herë të parë, kështu që Edhe të shikoje. fundit, po, e para. Bujar ç'a ndodh? Pse Unë- nuk punon të shtunë të diel? Si na Unë braktisë. e në kur shkojmë në shtëpi më thot gruaja e prune suradin se si mungoja, e ke parasysh. E nëse si mduker kur më thon rob, E ja, më ka ndoshta marr nga që sta molli. shohim suradin në prandaj. Ne na ade mungove. ç'a themi ne ade, ç'a the se Po jo, na mori malli për faktin që ti nuk punon të shtunë të diel. Mos punoj për të thënë se do robi fije pushim, shtun Po dil. shumë 2 ditë. Po 2 Po të ditë ri pra. pra me familjen edhe jari. Shkoj A, herë thua? ke gjiri lalzit, masane shkomi ka vajs, o ri aty. Ç'a O, bën aty? Po ha nej drega, nej darga, Ah, e shi jo, mirë. dëgjon ai muzikë mirë. O, që ke veshur muj me të kuqe. A, që kemi të kuqe ti sot. Me të kuqe pra, se kena Shën Valentinën e nesër, si na dini ju? Po E si e pasi me kalova? val gjata. Për zot me mod mirë, u kënaqëm aty, isha me nrun, Me isha mirë, me me grun. shoqet e nrus, e në Tash ato kishe me... dalë me A, edhe çuna. me shoqet. Isha me shoqet e nrus, e ne ato kishin marrën e burrat e veta, e kupton? U mlodh me ty. Tani, më fal. Ky Po. është 8 marsi pak a shumë. Domethënë gratë bashk, burrat veç. Pa të shi, 8 marsis do i kishin marrë me vete. ne përgjithsisht në 8 mars, në Shën Valentin, ham mirë, shpim na gjok, kështu e kemi. Po ne. ndonjë mirë. dhuratë bëre. I bona në rus i dhurat. Çfarë dhurata? I bleva i përpajse. Qa ka me? Bleva i përpajse. Përpara se Bravo. për të gatuar. Përpajse me se ajo puno kështu, puno infermiera, Ah, e i bleva i përpajse ah, 3. Pa mirë ndryshon Okej, puna, shumë A ndryshon. vërtet si, po meni për të paragjykuar e keni mi goca. Pak, Super letë. dhuratë. Qa, o kjo. Po me- lule, i bëre lule? Lulet ja kam lë për javën tjetër.
Pse kështu? Po se kështu dumi, çka ka? Të festoj Pse ditë jo? shtuna. Po pse jo mi? E di çan 90 ditë më. Mi ditë, se nuk folëm ne, mbyllëm premte atë telefonin, e ne më vje i grup. Do të më shku ajo tha, ipi aty në taksi, i thash, përshëndetje, ku do më shku i thash unë? Tha, më çom shtëpi. Shumë mirë ka thënë. Take me home. Take me home, pa. Rrugë gjatë, besoj. Më çom shtëpi. E pash i herë po pritça me thon këtu ke spitalet, këtu më Don Bosco, këtu. Ku e ke shtëpinë me budalle? Kështu i the, Budalle budalle. si thash, jo, po e Po e mendova. mendove. A në tha, biky shiu, tha, jo mboj fje kështu romantike, tha, njem si protagoniste e filma shumë, qopra më shpinë, tha mu, aty, e ke Po dhe ti përësysh. kishe fut një xhiro nëpër Tiranë, taksimetri vazhdonte aty ecte. Ja, se është burri mirë, nuk bën nga këto. Tash me i knu atë këngën, që ajo, Singing in the Rain, Shumë i mirë informuar. E, po, ku, unë kom Ku shkarku, përfundoi kjo klientja? pa ty mi do të me shku në Myslimshir, Po mirë. disha unë ku e Ku kishte ishe shpina. në 21. A me pra gojën se vinë ropë aty e në thonë, mirë këta që vinë ka jashtë, ta ja bënë gjinë, që se din Tiranën, e thonë këtu. Po ti venali aty e? Po fol s'ka pra, shanse. hape gojën të shi. Tani Bujar, e kuptojmë që jeta jote është shumë interesante, O, faleminderit. po njerëzit që na dëgjojnë duan të dinë si është trafiku sot. Po ç'a do me ditë për trafikun sot, mi Po, trafiku. rrugët si janë, nga Trafiku sot, o ku thret qameti, se o turo shi, o ditë e hon, shkollat vu, puna vu, Mos ke ç'a do me bllokuar ditë. gjë rrugën se shumë borrie po dëgjojmë. O tano, po prito vllai sekond, ç'a ke më Jo, burr? mëse e ka parkuar në trotuar. Ç'a ke më burr? Hej zoti S'ka këto mo. probleme Bujari. Bllokon vetëm këmbësorët. O Bujar, po ti ke kështu makinë elektrike? Apo? Po, e kam blet re, e kam 2024-ës. Zero, Mirë, po, mirë, pëlqen? 0 kilometër. Na herë më kalo kështu mes rrugës, se s'kam ku me kariku. Ç'a ti bëj? Po e shtyn pastaj. E shty. E me gruaja apo? O aq e lehtë ajo sa e marr kështu më kurris. Se këto kanë dalë janë të lehta këto, e ke parasysh. Ç'a më bë për tash? Mjafton që mbaron punë. Bujar, të urojmë një ditë sa më të bukur në vazhdim. O që keni veshur të dyja shumë bukur. Hajde, Jari ke lala, hajde. Hajde pra ja kalofshi mirë e ne. Faleminderit, ditë të mbar. Kështu emision të marr, ditë të marr e ne. Unë të mbarë edhe për ty. Hajde pra, ju përqafo. Paç. E morëm një përqafim nga Bujari. Mund të na i kursent. Moj tishe nuk do Po, me dashuri këto fare. përgjafime. Mikaela, po të marr vesh bre tash. Mund të na tash, kursesh këtë, mund na i kursesh këtë. Do jetë edhe para e Po fundit kjo. unë ngela duke ju kursyer more, mos të shpenzojeni. Për Në dashurinë. vend- Mirë, ne Thoni duam të të faleminderit. japim, gjithsesi. Do ta them këtë, dashuria nuk është kurrë e tepërt. Nuk flas më. Ika. E mbylle? Dola nga Aman, studio. fol dhe pak shumë. mirë. Aman, të lutem. Po do jetë shi sot, ë? Ç'a thua? Shi do jetë shim. Shi do jetë, po si drejt trafiku? Ja të lexojmë disa të dhëna reale, jo ato të Jarit. Atëra. Unaza e madhe e Tiranës paraqitet me trafik të rënduar dhe sigurisht të shpiku i mëngjesit, të gjithë shkojnë në shkollë, në punë, shiu bën të vetën. Rruga e Durrësit është gjithashtu e rënduar, në hyrje daljet e autostradës janë të bllokuara dhe sidomos hyrja drejt Tiranës. Bulevardi është i rënduar në segmentet afër qendrës dhe kryqëzimeve kryesore. Rruga e Myslimshirit paraqitet më e qetë, ndërkohë rruga e Elbasanit është e rënduar vetëm parashikohet në fakt jetë e rënduar vetëm orët e para të mëngjesit sepse ka shumë makina që hyjnë dhe shkojnë drejt qendrës. Rruga e Kavajës paraqitet më e lirshme, por trafiku bëhet më ngadalt kur afrohet rreth kryqëzimeve kryesore. 5 Maj është tërësisht i bllokuar. Për të gjithë ata që po dalin për punë ose po shkojnë për punë tek 5 Maj dhe këto janë zonat kryesore. Po. Keni ndonjë merakju për ndonjë zonë tjetër? Jo, mirë duket situata, na i Aq the. Mirë shumë, mirë, gjitha të zonë. rënduara, Shumë gjitha të bllokuara mirë fare. Mirë, me orare. Qendrën shmangeni. Jam shumë kuriozitar për ju, për shembull kur visni me makinë dhe trafiku është në pikun e vet, çfarë bëni ndërkohë që prisni një orë, gjysmore në makinë? Unë Si bëj kalon? koncert, unë filloj këndoj. Po, është kështu carpool Nada? karaoke, për gjithë playlista jote, playlista atij që është ngjitur, domethënë ul xhamin e i thua, na jep ne këngë vllai se s'po shtyhet. E disa rob kamionë kështu në trafik. I kam Unë filloj njerëz, këndoj. i kam miq kërcej. shtëpi edhe Mund sot të lexosh një libër, Po, mund të bësh patjetër, në drekën trafik, makinë, pra, ke rinë në gati semafor kur dhe shkon hap ha, librin. po, patjetër, pse jo? Po, pse një faqe e lexon ti? Po, patjetër. një Po faqe çfarë për po thua shembull. Francë në trafik? Po, mund të bësh specat mbushur, mund të flasësh me ata që ke në Greqi, se të tërë kemi Ata po. në Greqi, ata në Merr Greqi telefon sa më ka marr malli, po si jeni? Me ata po, patjetër. Mund të qëndisësh,
Unë mendoj që ne duhet të bëjmë një rubrikë të re të dedikuar totalisht çfarë mund të bëni kur ngeleni në trafik për çerekore, për gjysmore, pastaj kemi edhe nivelin master për 1 orë. 1 deri në 1:30. 1 deri në 1:30, pra 1 orë deri në 1 orë e gjys, jo vetëm 15 minuta dhe 10 minuta. Po ne kemi numrin tonë të telefonit që mund të na shkruajnë edhe për gjërat e tilla, 068 40 63 423. Si kaloni kohën në trafik? Jemi shumë kurioz, do am këshilla nga ju. E mbulon Mikaela atë sektor. E mbulon Mikaela. Unë kontrolloj gjithkohës telefonin e punës, mezi pres të shkruani. Ku e ke? E ke me vete tani? E ka atë e mban Maeva. Jo, ky është. Te xhepi vogël. Te Sedra. Okej, mirë. Do dëgjojmë këngë prapë. Do këngë ti, do muzikë prapë. Apo shkojmë me muzikë se kemi fest pastaj. Me fest. Muzikë. Mirëmëngjesi, jeni me zgjohu po deshe dhe ka ardhur momenti që ne të festojmë pak. Do festojmë me. Si do festojmë? E para njërë me këngë. Me daulle. Festojmë njërë me këngë. Sidomos me këtë. Në një momenti fundit është në një X moment të sezonit unë pres që kjo festa e dis të bëhet remix. Ti futim çik elemente techno. Po patjetër që po. Do e provojmë në çfarë neve në dorë. Mund ta bëjmë. Do ta bëjmë festa e ditës. Festa e ditës. Jo, festa e diellit me vete. Come on, yeah. Syze e diellit, vetëm ne. Goja jon. Që për remix. Ç'është kjo që sa po thash po. Ju do thoni çfarë feste kemi sot? Ja Fest me të ngrënë kemi dhe sot. Patjetër që po. Dita e bërdollave. Jo. E kemi një tjetër atë. Dita e groshës, është e hënë. Të premte është zakonisht ajo. Nuk të hënave plas fasule. Jo, të hëna mbeten ato. Të hëna është. Të premten është fasule me pilaf. Jo, ne kemi të premte dhe kam dhe mesazhe që e vërtetojnë këtë gjë. Të premte e kemi ne. Të hënën është festa e fasuleve të mbetura nga e premtja. Kemi të hënën se duhet energji për javën dhe je zjarr. Njerëz, jemi shkon direkt tek e premtja. Hajde njëherë tek festa e kalon trafikun ditës. Se kemi sikletën, nuk e kemi sikletën. Mezi po e prisja. Do të gjitha. Nuk e di. Nëse me qëse jemi tek e ngrëna dhe tek festa e të ngrënërave, të ngrënurave. Të horëve, më të horë. Sot është dita e bajameve. Sa entuziaste vajzë. Maeva. Wow. Mezi e kishim pritur këtë ditë. Maeva 3 kokra bajame. 3. Për të ne të 3. Mos i kafshon rrugës, të? Bajamet janë shumë se më thon hyn tek ato frutat e thata me shumë energji që ty të japin energji gjatë gjithë ditës po i hëngri që në pikë të mëngjesit. Po janë të mira, si frutat e thata të tjera, si arra, si kajsusi. Por bajamja ka një aromë shumë interesante, shumë të bukur. Mua më kujton gjithmonë Gabriel Garcia Marquezin. Edhe gjyshen më kujton. Kur takoheshit bashkë ai vinte aroma bajame. Jo, po ai tek dashurinë korat e kolerës, më duket e nis kështu që i kujtojnë era e bajame i kujton gjithmonë dashuritë e pamundura. Nuk e niste me Maeva sill 3 bajame? Nuk e niste Marquezi bashkë me Mercedesin. Jo, donte të ishte bajamet, po nuk ishte se si, edhe ngeli u legjend. Ore mos është festa e bajameve apo jo? Mos ke ngatruar festë, lexoj një. Jo, është dita e bajameve që ha. Si festohet dita e bajameve? Se nuk e kuptoj. Mblidhen njerëzit. Po, kudo në botë dhe zakonisht ata bëjnë një rreth. Bashkojnë gishtat? Jo, bëjnë një rreth si formojnë një bajame. Bravo. Po, formojnë një bajame dhe nuk han asnjë tjetër frut të thatë. Që mos i ngel hatri bajameve. Domethënë gjithë ditën që i vjen sot han vetëm bajame. Se guxove tash ndonjë arr. Jo, domethënë ha. Shkret aty. Ata rreshtohen, bëjnë këtë rrethin si bajame, të gjithë, o kupton? Edhe pastaj marrin një bajame dhe e kalojnë një pas tjetrit kështu. Dhe bëjnë i thon bajame të qofshin fare. Po, bëjnë ca rituale. Je shumë e mirë. Dhe nuk ka fest pa muzikë, patjetër, sepse Mezi po pres ditën e qiqrave. I marrim me radhë. Në një shtet tjetër. Në një shtet paralel. Kemi sot edhe ditën e karnavaleve. Kjo po është një festë ditën e karnavaleve. Karnavalet po festojmë mire bukur po sa mbi të gjitha. Mbi të gjitha kur e mendon që karnavalet. Karnavale sikur janë në qershor, more? Jo, është kjo festa. Ka Korça, këtë fundjavë i festoi Shkodra dhe kishte një organizim të papar, shumë të bukur. Atëherë nis. Ishe Mikaela?
Jo, e pash gjithmonë nga televizori dhe bëj sikur jam aty. Që nis në këtë periudhë. Nis në këtë periudhë përpara pashkëve patjetër, sepse origjina e karnavaleve rrjedh sigurisht nga Roma, e lashtë edhe pastaj edhe nga Greqia. Edhe në Greqi janë festuar së fundi. Po, si një festë pagane, në fakt që pastaj u mor nga kisha dhe festohet gjithmonë në këtë periudhën përpara pashkëve. Shumë bukur. Kam përshtypjen kjo është në Brazil kjo foto? Po pra, është aty janë edhe lloj organizimi. Tashi, ato karnavalet e Brazilit i duam të gjithë. Karnavalet e Rios. Se i duam të gjithë. Të lutem vas pikal. Të lutem vas pikal. Se vishën karnavalet e Rios duam, më duket prandaj. Vishën çiksi shumë lehtëshëm. Janë bukura patjetër, ngjyra, një festë e madhe, maska. Do t'ju tregoj pastaj se si u vesha unë vjet për karnavalet e Korçës në qershor. Kisha një kostum shumë të bukur që e realizoi shumë bukur Hilda Pepi, që është aktore e Teatrit Korçës. Po si funksionon, Franc? Ka një tematikë që përzihet apo ti je i lirë të veshësh çfarë lloj kostumi? Patjetër që ka një farë tematike, një grup. Ideja e karnavaleve të paktën në Korçë festohet që janë grupe të ndryshme që marrin pjesë. Madje ne kemi traditë që thrasim edhe grupe të huaja, pra vinë si thua grupe nga Bullgaria, nga Kroacia, janë aktorë edhe ata? Janë aktorë, janë pjesë të teatri. Janë pjesë të grupeve teatrore, të ansambleve të ndryshme dhe ata kanë momentin e tyre të paradës atje në qytet. Pastaj është edhe Korça me grupet e veta, me tematikat e veta, është një festë. Personazhe filmash, besoj. Patjetër. Personazhe filmash, anime, personazhe mitologjik, pafund personazhe ka. Po ndonjë ritual ka ose ndonjë traditë tjetër të veçantë apo thjesht parada që bëhet? Bëhet parada, është vetë qyteti kthehet në një ritual në fakt. Është një festë shumë e madhe sepse komplet bulevardi Mikaela ka parasysh niset që nga teatri, bëhet gjithë xhiro tek bulevardi Republika, ngjitet sipër dhe kulmon me festën tek pazari i Korçës. Shumë e bukur. Praktikisht bën gjithë xhiron e Korçës. Unë nuk e kam ndjekur. Dhe duke qenë se Korça është e vogël, kjo ndodh për vetëm 10 minuta. Po duket shumë e veçantë edhe mezi po pres që të kemi edhe Zamirën ndonjë ditë në studio që ta trajtojmë edhe të flasim. Patjetër. Edhe pse të shkojmë edhe ta festojmë atje. Këtë vit do na ftoni, besoj. Mirë se të vini, mirë se të vini. Në Korçë jeni gjithmonë të Po duhet të maskohemi edhe ne. Oh, duhet menduar këtë. Do ta gjejmë edhe ne. Do ta gjejmë. Çu lejo si Zorro për shkak. Wow. Unë si Zorro kur Ksina. Unë kam bërë Zorro kur kam qenë i vogël dhe ja kam çar këtë se kam rënë nga shkallët. Kam çar faqen po. Mendova që ishe Zorro. Po. Dhe e kuptove që s'mund ta bëje dot. Unë vazhdoj mendoj që jam Zorro, po që jam rritur, tani ky është ndryshimi. Kështu këto jemi në studio me Zorron, Mikaelën dhe Neadën në 104.6. Mirëmëngjesit të gjithëve. Në Zgjo po deshe kemi një quiz për ju sot. Ju është problem me një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Kjo sot më është një çike vështirë. Të them të drejtën. Quizi i ditës. Shohim nëse edhe ju të dy do arrini ta gjeni këtë. Unë nuk jap asnjë lloj ndihme. Por në gjeje ku? Cili qytet ka rrugë që zhduken në ndet 2 herë në ditë? Zhduken në ndet. Kemi alternativa? Jo, nuk kemi alternativa. 2 herë në ditë pra zhduken dhe rishfaqen pastaj. Okej, le të bëjmë një kërkim. Arsye të fortë për këtë. Okej, do ta themi në fund, besoj. Ka një shpjegim patjetër. Pra cili qytet ka rrugë që zhduken në ndet 2 herë në ditë? Se si ja bëjnë ata banorët aty, vështirë. Me gondola ndoshta jo. Ka lidhje fare. 068 40 63 423 numri i telefonit, por edhe në Instagramin e Premium Channel për të fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot. Okej, na shkruani, vriteni pak mendjen edhe ne. Ndërkohë që e vrasim dhe ne mendjen, të dëgjojmë një këngë tjetër. Ta dëgjojmë. Dhe fillojmë bëjmë kërkimet tona për quizin. Okej. Për mua është më mirë të bësh ca llogari. Ndoshta njeriu kur edhe digjet në jetë bën ca llogari edhe thotë kjo është e vërtet, por më mirë qartazi ka dhe nga ato që nuk vën mend. Shikoj, llogari ngrit një dorë aty. Si fare llogari. Ti do të rrezikosh gjithë jetën domethënë, çon si ka. Për dashurinë, po gjithmonë. Çfarë të tërhiqi tek një djalë, Mikaela për shembull? Atëherë, gjëja e parë shikimi dhe buzëqeshja. Shikimi dhe buzëqeshja. Pra nëse ka një shikim bosh që nuk të jep asgjë, mund të jetë djali më i mirë në botë, më i bukur në botë, nuk bën për mua. Duhet i ketë syt me lëng, domethënë me shkëlqim duhet. Pak melankolik do ishte akoma më mirë. Se çfarë flet pastaj drejtik. Ti thën pamje të parë. Kjo është. Unë po shënoj ndërkohë. Unë po shënoj. Si ta bëj shikimin që të më pëlqejnë goca. Pastaj çfarë do të bënte që të krijoje një raport më të ngushtë me të?
Tani. Futesh në marrëdhënie. Se kjo është tërheqja. Po kjo është tërheqja fizike, pra patjetër është tërheqja, po tani le të mos bëhemi hipokrit. Gjë e parë që shohim është pamja. Pra nuk është se ka rastisur ndonjëherë në jetë që të shikojmë dikë që nuk na tërheq fizikisht, të themi të përpiqem ta njoh se mbase është njëri i mirë. Më vjen keq, por mua nuk më ka ndodhur. Ai është kriteri i parë. Mund të jetë njëri shumë i mirë patjetër, por gjithsesi nisemi pak nga pamja në fillim. Pas pamja sigurisht po të jetë trubosh dhe mos të di të bëj një bisedë i rroft pamja. Nuk do rinte me ty në tavolinë fare, nuk do frekuentoj, okay. Një gjysmëmorsh për respekt. Duhet të ketë humor, për mos të treguar pa edukat, duhet të ketë patjetër humor, duhet të ketë inteligjencë emocionale që po çedon shumë kohët e fundit, jo vetëm te meshkujt, por edhe te femrat. Te pjesa e profesionit pastaj angazhimeve që mund të ketë, nuk kam preferencë. Tani kam një pyetje. Ama të jetë me shkollë. Se kështu ka thënë mami, kështu thot mami. Vajza, kam një pyetje, sepse ne të tre jemi pak a shumë një brez, apo jo? Dhe kemi pasur përvojat tona sa i takon marrëdhënieve dhe kështu me radhë dhe e thënë edhe nga ana psikologjike, kur e mendon, dashuria ka ato fazat e saj. Ka atë fazën pasionale, pastaj ka fazën tjetër kur gjërat bëhen më të qëndrueshme, kur fillojnë edhe njeriu vendos piketa që këtë marrëdhënie ta çojë më tej dhe të marrë konturet edhe të një familje të ndërtuar. A mjafton vetëm ndjenja për të mbajtur një marrëdhënie? Mendoj se jo, absolutisht jo në mendimin tim. Jo. Patjetër është mendimit Mikaelës. Mendoj se ndjenja është shtylla, pra boshti kryesor i çdo gjëje, por nëse ti nuk ke durim, nëse nuk investon në atë marrëdhënie, nëse nuk përkushtohesh, qoftë edhe të bësh 2-3 kompromise, ndjenja nuk mjafton. Do të mbaroj shumë shpejt si marrëdhënie. Por ja, për shembull, kur themi kompromise, për çfarë ke fjalën Mikaela? Unë asnjëherë nuk kam ditur ta ndaj se çfarë kompromisesh duhet bëj njeriu për të mbajtur ose për të përkushtuar një marrëdhënie, si thua, total në 360 gradë. Kur themi për kompromise, çfarë? Ti të ndryshosh gjërat, personalitetin tënd. Kompromise brenda limiteve të tua, besoj. Gjëra që ti je gatshme që të tolerosh, për të mos zbuluar gjëra personale, le të referohemi rastit të DJ-s. Një kompromis mund të ishte ai, pra, ti rregullon oraret e tua në mënyrë të tillë që të kesh më shumë kohë për të shpenzuar me të. Pra, përshtatet ai me oraret e tua dhe ti me oraret e tij. Le të vit bëj DJ-in këtu te regjia jon, më vendos playlistin. Kompromis shumë i madh, shoh. Po un kam një pyetje tjetër, meqense ti Francia i vetmi djalë këtu. Kush është më i përirur që ta shoh dashurinë si projekt, vajzat apo djemt? Se shpesh kam dëgjuar edhe nga djemt që shikoj se dua një vajzë që të vi nga familje mirë, të mos dalë fundjavave në party, të ketë një shoqe qameti 2, të ketë një punë të rregullt edhe të bëhet pastaj nëna e fëmijëve të mi. Po ky nuk është ta shikosh si projekt. Kjo ke pritshmërinë tua ndaj një vajze, patjetër. Është projekt, po është me lapse me letër dhe ti sa njëft tjetrën bën çek ato pikat. Po mirë tani se nuk po filloj në një pikë thua as që ka përshpik kjo. E vërteta është që kur rritesh me moshën, nëse ne vajza do rrëmbeheshim nga momenti, edhe mund t'i dorëzoheshim ndjenjes, pavarësisht se kush mund të ishte ky djali. Më kupton? Ndoshta nuk përshtatej me stilin ton të jetesës, ose me formimin, ose çon si ka shumë detaje të tjera, mendoj që djemt janë më kalkulus. Jo, nuk e besoj këtë. Përgjithsisht unë nuk jam njeri që më pëlqen që, si më thënë kështu në mënyrë popullore, të fus gjithë në një thes, si tek vajzat, si tek djemt, sepse ka njerëz patjetër edhe shokë të mi që e shikojnë në këtë mënyrë. Ka të tjerë pastaj që i përkushtohen totalisht një farë ndjesie të pastër edhe nuk janë aq të gatshëm për të bërë kalkulime dhe gjëra në mendjen e tyre. E vërteta është kjo, që ti me moshë çdo gjë bëhet, është me moshë, me përvojë. Por sigurisht që duke u rritur, arsyeja dhe arsyetimi e merr më shumë atë theksin se sa këto gjërat romantike, ndjesitë dhe kështu me radhë. Sigurisht që ti kur kalon një farë moshe fillon edhe mendon edhe arsyeton shumë më shumë edhe për marrëdhënien. Patjetër. Jo vetëm nuk është vetëm ndjesi, por këtu pastaj bëhet gabimi. Për mua duhet të qëndrojë ndjesia e para, sepse përndryshe këto kalkulimet, nëse vendoset teksti këtu në fillim, dikur në një marrëdhënie do ta nxjerrin kokën patjetër. Po tani, po të ishte vetëm ndjesia, nuk do ekzistonte ajo shpreha të tjerë duam, të tjerë na duan, me të tjerë përfundojmë. Po të ishte për ndjesinë. Dhe zakonisht dashuritë që kanë ndjesit më të mëdha janë edhe kështu të pamundur. Janë kaotike. Kam një shoqë unë shumë të mirë në fakt, Adelën. Na thua emër mbi. Adelën ti e njeh, patjetër. Adela thot një gjë që me Kaçurela po. Jo, është shoqja jon shumë e mirë, edhe është një nga mikeshat e mia më të mira. Ajo thotë që dashuritë e mëdha mbyten në thellësitë e tyre. Kështu që ajo ka të drejtë për këtë gjë.
Sa mirë që pas kanë thellësi ta Kanë dashuri. thellësi, patjetër. Bravo Adela për këtë thënie të 10 points to Adela. Tani, ka njerëz që kur përdorin fjalën investime shikojnë si një gjë të gabuar. A është fakt e gabuar të përdorësh fjalën investim në një marrëdhënie? Mund të mos jetë koncepti Ja ta gabuar, po mendoj. fjala në vetvete si terminologji ngjan pak e ftohtë. Pra ngjan si një transaksion, si biznes. Po më ka njerëz që janë edhe kaq mekanik, kaq robotik, edhe në aspektin e ndjenjës që mungon. Pra e projektojnë dashurinë, e projektojnë marrëdhënien e tyre se duan ta zgjedhin personin që do kenë në krah. E duan atë sigurinë pafund. Pra unë zgjedh Mikaelën sepse di që ka këtë familje, ore janë llogarit tani se po bëjmë kështu sikur nuk jetojmë në Shqipëri. Po në këtë rast unë do të çoja thjesht një kontratë. Dhe unë realisht mendoj që djemtë bëjnë shumë më shumë se sa vajzat të gjën. Pra nëse duan t'i vënë syrin një vajze që ta kenë për vete sepse mendojnë për të ardhmen, nuk po flasim për, nuk e di se ndoshta u përhapëm shumë edhe, po un po flas për ato marrëdhënie që të çojnë drejt krijimit të një familje. Po, patjetër. Për këtë lloj dashurie, po. Atje jemi më motor në atë fazë. Se këtu mund të arrish tek projekti. Pra ti thua, dua këtë vajzën se ka këtë profesione dhe unë mendoj që do jem më i sigurt nëse do kem këtë vajzën në shtëpi. Se ajo di të gatuaj, e di që ajo do më presi në shtëpi, do më respektoj prindrit, mund të bëjnë një kompromis të vogël ku di unë për qefet që mund të ketë ajo apo çon si ka, por është më e kontrollueshme. Dhe realisht djemt në Shqipëri e bëjnë këtë gjë. Pra duan të kenë në krah vajza që janë më të kontrollueshme, të kenë në kontroll, të bëjnë ata çfarë të duan. Mendoj që po, drejt asaj gjëje kemi shkuar. Po ku po shkon? Kjo Po shkon kjo botë. Nuk e di. Asnjë. Atëherë kush thelbi i marrëdhënies nëse tjetri do të Jo, kush kontrollojë? ndjenja këtu? Tani ose Se ma vetëm hidhni ndjenjë që nuk poshtë, më duket. po unë kështu e shoh. Domethënë kam patur raste personale, në sensin e shokëve, miqve që kam, që vjen një mosh që jam 30, 32, 33, 35, që thonë, di çao, okay, goca shumë e bukur, shumë e mirë, do kaloja shumë mirë me të 1 javë, 2 javë, po nuk do guxoja për më shumë. Dhe këto janë po të njëjtat raste që në përgjithësi kanë pasur lidhje afatgjata, kanë qenë me trauma prej këtyre lidhjeve, pra kanë dalë të traumatizuar dhe pastaj njëri ndiko dhe brenda muajit i shef të fejuar, të martuar. Muajin e tretë shpallin gjinin e bebit. Është edhe kjo. Po ndodh, në fakt po ndodh dhe meqense unë kam nisur me citime sot, po përmend edhe një tjetër që njerëzit duan në segmente të ndryshme. Pra, kur në një segment do njëri më shumë, atëherë sigurisht që anon peshorja nga ai. Në një segment tjetër do ai më shumë. Ndërsa kur duan të dy në të njëjtin segment kohor, fizik dhe emocional, atëherë dashuri e vërtet. Dhe këtë e ka thënë profesori im Timo Floko. Dhe ka qenë një nga gjërat më të bukura që unë kam dëgjuar sa i takon dashurisë në jetën time. Edhe një nga njerëzit që i ka shkruar më bukur dashurisë edhe ndjenjës. Kjo është e vërtet. Profesor Timo, poezitë e tij janë të jashtëzakonshme, edhe ato të sa i takojnë poezive të dashurisë. Do ishte mirë në fakt të dëgjonim një poezi. Do dëgjojmë ndoshta jo nga profesori, një poezi dhe do ta dëgjojmë një poezi për dashurinë pak ndryshe, sepse poezia titullohet Ftesë për Shën Valentinin, nënës si me plak. Dhe është e shkruar nga një prej poetëve bashkohor, abuzohet shumë me këtë termin bashkohor në fakt, por ai është i veçantë, ka stilin e vet unik, Artan Gjyzel Hasani, i cili jeton në Kanada. Kështu që Rezia me Terezia. Regjia do thoja muzikë, regji edhe mu doli rezi. Ka gjë, po. Jo festën e ditës. Emision Jesse jemi. Jo domosdoshmërisht këtë. Duam një muzikë pak më ndryshe. Më të qetë. E bëj patjetër. Dashuri merita. Okej, ftesë për Shën Valentinin, nënës si me plak dhe sigurisht përshëndesim edhe Arnitën që është regjisorja jon, ja dedikojmë asaj këtë poezi dhe nënës së saj patjetër. Ecim atëherë. Ftesë për Shën Valentinin, nënës si me plak. Nën, e dashura ime nën, mos shko këtë mëngjes të varrit i meti. Është dita e të dashuruarve. Shko më vonë atje. Në mbrëmje kur askush s'të sheh. Dhe tregoja të gjitha. Eja, të shkojmë në vende që të bën të lumtur dikur. Ati parku me shelgje ku puthjen e parë more. E të vetme dashurin ndjeve gjirin të djeg. Eja të shkojmë atje ku vajza u bugrua. Te ajo dhome varfër ku me timat për të parën herë bët dashuri dhe për jetësin njëri tjetrit i premtuat. Eja dhe vër parfumin më të mirë dhe veç për sot hiqi rrobat e zis. Vishu si çdo donte babai të visheshe.
fustanin e kaltër dekolte, bizhut dhe sandalet që në dorë mbaje sa herë që e dehur prej lumturisë, në krahët e tij rrugën për në shtëpi merrje. Ndërsa e qeshura jote kumbuse e rësirës i prishte qetësinë. Eja të shkojmë në vende tunduse, që sot i ka mbuluar harrimi, ku xhelozia ndjeve të plagos, dhe shtegtimet e zogjve nise ti dyshosh, pa e mësuar se kush e kish faj. Qielli, flatrat apo fluturimi. Dhe natën vonë shkoi pranë mermerit, thuajse nga të gjithë premtimet që shkujdesur të falte ai, më e ëmbla ishte dhimbja. Mes mërmërimash bëi dashuri, falja edhe ti të gjitha. Mjellmës, klithmën që askush si ja dëgjoi, tradhtoja në mënyrën tënde të butë, të bardhë dhe të urtë, duke mbetur përjetësisht e tia. Nën, mos shko këtë mëngjes te varri i metit. Shko më vonë atje. Në mbrëmje kur askush s'të sheh, dhe tregoja të gjitha. Është dita e të dashuruarve, e të dashurve, e dashnorve, e besnikëve dhe tradhtarëve bashk. Është dita e dashurive të zhurmshme dhe e mjellmave që zbëzajnë. Okej. Sa bukur i folëm dashurisë. Shumë bukur i folëm dashurisë nëpërmjet vargjeve të Artan Gjuzela Sanit. Mirë, ne do vazhdojmë të flasim për dashurinë në pjesën e dytë të Po, e mbyllim me këtë temë në pjesën e parë. Po. Ka një shije shumë të mirë, edhe flasim më tej me ekspert të fushës, te çdim në fundja. Me të dëgjuar e kemi dhe për dashurinë. Kalojmë në një këngë? Do kalojmë në një këngë. Një shkëputje vogël dhe rikthehemi pas pak. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, jemi në studio me shumë dashuri edhe po vazhdojmë të flasim për dashurinë. Jemi në 104.6 Radio Travel dhe Premium Channel me Francën Adën dhe Mikaelën në zgjohu po deshe. Po si duash, baby. Si të duash, Besoj baby. njerëzit janë Deri tani zgjuar. janë zgjuar, po. Ora është 8:18 dhe Po, duke qenë se kemi lënë pas një festë të rëndësishme, 14 shkurtin, dita e të dashuruarve, sa festohet aq edhe paragjykohet si festë, për faktin se ndonjëherë konsiderohet përjashtuese edhe si përfaqësore. Ka dhe momente që ngre pyetje për vlerën e dashurisë, për vërtetësinë e dashurisë. A është vërtet ajo një ndjenjë apo një projekt? A është diçka që na mësohet, diçka që lind apo diçka që ne ndërtojmë vetë? Edhe për të folur pikërisht për këtë temë, ne kemi një të ftuar e cila është psikologe dhe ajo quhet Marcela Lekli. Marcela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E kemi Marcelën? Nuk e Do të kemi, flitemi nuk për e pak kemi. me Marcelën, me psikologen, E në fakt tentojmë pak më vonë. Është e vështirë të flitet për dashuri, më. Sa përmendet termin. Do val të fortë. Çfarë thua ti patjetër? Patjetër që po. Si ishte kaq e thjeshtë, ne nuk do ishim këtu ku jemi, po nejse thua. Mirë, jemi edhe kështu si jemi. Shumë mirë jemi, mo. mirë, Hajde. tani edhe aq mirë nuk kemi pas poezisë të Francit, po përpiqemi, mbahemi. Shumë e bukur e vërtet. Shumë e bukur, jashtëzakonisht e bukur dhe mendoj se të gjithë ja dedikoj mamave atë poezi dhe i themi që i duam shumë, por më duket se ajo poezi dhe reagimi, po, pa diskutim që u preka unë edhe gjysma e regjisë dhe kjo besoj vërteton faktin që është ndjenjë. Po Për nënën patjetër. Është Ndjenja më e pastër edhe më e bukur në botë. Po te kjo ndjenja tjetër që duhet ta ndërtosh edhe të gjesh atë njeriu që Besoj se po ti jesh aq i kthen projektuar sa ta dashurinë. kthesh çdo gjë në investim, në punë, në projekt, as ajo poezi e Francit nuk do të prekte. A Kështu mendoni- që Jo, ajo ndjeni është pak pastaj- më shumë, ndjeni pak më shumë njerëz. ka dhe njerëz pa ndjenja ore që si bën përshtypje asgjë, po kur flasim për ndjenja të çiltra siç është dashuria për nënën, për babain, nuk e di, të vjen natyrshëm. Kam një pyetje për shembull, sa ndikon puna që ti bën, profesioni që ti zgjedh në jetën tënde dhe personaliteti që ti ke ndërtuar edhe në raport me këtë profesion në Për të bërë më të ftohtë Jo, në emocionalisht? krijimin e marrëdhënieve. Për shembull, unë që merrem me teatr dhe me art në përgjithësi, sigurisht që ne na mbajnë si njerëz ekspresiv, shumë të ndjeshëm sepse në fakt merremi me shpirtin njerëzor. Edhe po nga ana tjetër kemi një farë paragjykimi që ju jeni Më të ndjeshëm se ç'duhet. më të ndjeshëm se ç'duhet, e Vërtet kupton? ndodh kjo? Po, më emocional. Ndodh patjetër sepse duke që në kontakt vazhdimisht me ndjesitë, me shpirtin njerëzor, me studimi dhe pastaj edhe me të vetndjerin dhe me përkthimin e këtyre ndjesive në skenë,
sigurisht që ti ke momente të larta të si thua të ndjesive edhe në jetën e përditshme. Po ku qëndron problemi këtu? Jo, pyetja ime ishte këtu që sa ndikon profesioni, zgjedhja profesionale Në ndjeshmërinë emocionale, në marrëdhënie, në raport me marrëdhëniet. Pra sa të marrëdhëniet personale po thua. Në marrëdhënie me një vajzë, me një djalë, pra profesionet e tyre. Nuk mendoj se ka shumë lidhje, të them të drejtën. Ka të bëjë me njeriu, sepse edhe arsyeja pse ti e ke zgjedhur atë lloj profesioni ka të bëjë me ty, me pasionet e tua, me dëshirat e tua, me emocionet emocionet e tua. Fakti që një person që niset pak më të paragjykimin, prit se ky që është aktor është shumë i ndjeshëm, është shumë emocional. Po pra, shiko pak, një vajzë mund të thoshte që unë do zgjedh një inxhinier, po themi, sepse ai e ka punën e sigurt. Po nuk besoj se ndodh. Po ti zgjosh në mëngjes edhe thua e du burrin menaxher, e kupton? Burri është milioner, burri në doktor. Ti ishte kështu do rrihet do e pije kafen te spitali. Po ka edhe goca që e bëjnë këtë gjë që i kanë ditë e qarta. Ka këto që e pinte gjykata. Shiko, edhe njerëzit që ti zgjedh të kesh krah vetes, unë besoj që ti sjell jeta edhe nga aktivitetet që ke, nga puna, shkolla që ke zgjedhur të bësh, se dashuritë lindin që në shkollë, në fakultet, pastaj në punë. Për shembull, një vajza do zgjidhte një djalë i cili të kishte të njëjtin profesion siç keni dhe ju. Do ta zgjidhnit këtë? Në rastin tim nuk është se do më leverdiste shumë, me thënë të drejtën, sepse unë po të zgjidhja një pianist, kur do merreshim vesh në studio, ai studio unë. Sa familje e bukur do ishte. Po, do ishte dhe unë jam me Adun, do ishte familje. Ne jemi të gjithë familje pianistësh edhe koha për të kaluar me njëri tjetrin pasaj, të paktën në periudhën kur studioni me orë të tëra, koha për të kaluar me njëri tjetrin ishte e pakët. Ndoshta ju duhet një instrument tjetër. Për të bërë një mini orkestër. Po përgjithsisht instrumentistët në një baterist, në një trompist, në një çfarë vegle ka tjetër, kitarist, violinist, të kujtimi. Edhe ishte koncert çdo ditë, ishte shumë e bukur. Andon Kozma Ledhi tha ai. Cili është filmi më i bukur për dashurinë që keni parë ju vajza? Hajde një. Për dashurinë? Po. The Notebook? Duket që kishe, po i pari që të vjen në mendje. Ndoshta mund të mos jetë i preferuari, po është realisht i pari që të vjen në mendje. Meqense është Ryan Gosling atje, un po them edhe La La Land për mua është një film i jashtëzakonshëm për dashurinë, pavarësisht se nuk përfundon ashtu siç duhet, me një do thoshte Mikaela happy ending, po. Do thoja, po shqyr zotit kam asistentin tim Franz Kennedy, i cili përpiqet her pas here të flas anglisht. Po libri më i bukur për dashurinë që keni lexuar? Rreth botës për 80 ditë. Ai është Djem të rrugës Palja. Sa bazike jemi. Unë do thoja, ka shumë, por unë do thoja Muzeu i Pavajsisë për shumë i bukur. Edhe ti je single akoma, ama në Francë me këto, pa i zotin tani. Pa i zotin. Ti do e zgjidhje të dashurën aktore? Patjetër që po. Patjetër që po. Ke patur një të dashur aktore? Nuk dua të flas për këtë gjë. Do vazhdoj të flas. Derisa buzët me pudhë mi që të stosh. Unë di të them që kam pasur edhe unë historitë e mia brenda këtij profesioni, por nuk të pyes për këtë se dua të di nëse ke patur ndonjë inxhiniere, ndonjë mjek. Po më kam pasur. Ke patur? Po si i ke rastisur? Me shoqëri? Po ja, ka qenë sa mur vajti në spital. Dhe dashurua. Te Politekniku që në 6 mëngjesit duke pritur kalojnë ato. Po sa e bukur do ishte ajo? Histori shumë romantike. Ti me biciklet atje te Politekniku. Per do ishte. Domethënë unë që dilja nga akademia dhe prisja këtë vajzën, fiksit e filmat shqiptar të para 90-s, si Teloja me Verën. Vera me Mollasin tha kujtim të mos pres, ta personi nuk është paraqitur. Po ajo nuk njihte Sartrin. Nuk dinte Danten, tha, unë dam për çështje parimore. Ta përsërisim edhe një herë quizin për ditën e sotme? E përsërisim dhe quizin Gjeje ku cili qytet ka rrugë që zhduken në ndet 2 herë në ditë? 068 40 63 423. Cili qytet ka rrugë që zhduken në ndet 2 herë në ditë? S'kemi alternativa, do doja që të kishim të japim në një ndihmë? Jo, nuk do të japim ndihmën. Okej. Tani ne qëndrojmë te dashuria, se më pëlqej kjo tema. Tani, një pyetje tjetër. A dashurojmë ne personin apo idenë për dashuri? Sa e bukur është kjo, dhe psikologjikisht duhet futesh çik thekrave për ta. Idenë për dashurinë apo idealizimin që ne i bëjmë këtij personi? Pra, projektojmë në ato fantazinë tonë. A duam konkretisht të personin që kemi përballë apo atë idenë edhe për këtë personin, por dhe për këtë personin në marrëdhënie me ne dhe për dashurinë tonë që ne kemi? Una futi në mendime shumë. Nolan, u fut Nolan, ju futa kështu. Pra, a do njeriun apo do
iden që ti ke për këtë njeriu se si mund të jetë marrëdhënia me ty që të bëj. Dhe se si e ke ndërtuar ti në kokë që është marrëdhënia me këtë njeriu. Unë mendoj që dashuria është edhe një çik egoizëm. Pra ti nisesh nga vetja jote. Ti lidhesh me dikë se ti mendon që ai njeriu do të bëj ty të ndihesh mirë edhe ti fillon projekton pastaj në bazë të atij njeriu çfarë të jep mbrapsht edhe sa të jep mbrapsht. Po fundja nuk është ndonjë gjë e keqe. Se njeriu duhet të t'japë një marrëdhënie, duhet t'japësh edhe të marrësh patjetër, prandaj është edhe marr dhënie, jap dhënie. Jap dhënie. Se bëj shaka. Kështu që mendoj që po, është edhe këtu ka një lloj projeksioni. Domethënë do ishte shumë e pastër nëse ti do doje vërtet njeriu, po kjo ndodh vetëm nëpër filma edhe nëpër libra, që ti ta duash një njeri vërtet për atë që është. Po ne mund ta bëjmë, mund ta kemi dashurinë edhe si në filma, edhe si në libra, edhe në jetën reale, megjithatë në jetën reale vetëm na zbres pak me këmbë në tokë psikologja jon. Okej. Jemi me Marcela Leklin. Marcela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nuk e di, po kjo dashuria pas ka dhe këto simptomat e tjera që shfutet edhe linja her pas here. Po pra jam marrë shumë forte. Nuk është aq e thjeshtë të flasësh e të lidhesh e ta mbash dashurinë të shtrënguar. Po linja e telefonit se ka nga ata që nga dashuria shkëputen dhe vet komplet. Qëndrojmë tek linja e telefonit. Po, besoj është një temë tepër sensitive që as linja nuk do që ne të diskutojmë ato regreset e dashurisë. Marcela, ti e ke në dorë tani të na heqësh të gjitha dilemat nëse dashuria është vërtet ndjenjë apo është një projekt. Si është transformuar ajo kohët e fundit? Realisht ajo varet është ndarë në një kategori të një shoqërie. Nuk mund të themi se në çdo shoqëri mund të shihet si një projekt apo në një shoqëri mund të shihet si ndjenjë. Por në ditët e sotme kemi dhe dashuri të sinqerta, por e rëndësishme është që a shihet edhe nga partneri ose partnerja kjo dashuri e sinqertë. Sepse po shohim dhe më sot nuk është se janë të dy partnerët që dashurojnë kanë të njëjtë ndjenjë. Dikush e ka më shumë, ose dikush nuk e ka fare. Dikush thjesht e ka një emocion të momentit, ka një kimi të momentit, edhe aq, kurse pala tjetër normalisht dashuron më shumë. Ky është dilema. Domethënë që pse nuk dashurojmë, nuk kemi një dashuri të njëjtë, nuk kemi një dashuri që t'ia kthejmë njëri tjetrit. Apo dikush tjetër shet diçka më shumë tek ne, apo ne shohim diçka më shumë tek ai që neve ndoshta në baza materiale mund ta interesojë. Sepse po flasim realitetin e shoqërisë shqiptare, nuk është diçka që është një teori konspirative, është një realitet. Pra ndjenja nuk është e barabartë, po thua edhe këto janë marrëdhënie dhe interesi, kur dikush do edhe për tjetrin ai pasioni momentit shuhet. Po, domethënë, kemi çifte, domethënë, një lidhje, qoftë ajo një lidhje nga një person ka një dashuri të sinqertë, dhe personi tjetër ka një dashuri materialiste, mund të thënë. Pra njëra palë dashuron më shumë me zemër, ndërsa tjetri me mendje. Kjo është praktikisht. Me mendje, tjetër me mendje është diçka. Tjetër me mendje është diçka shumë e mirë, domethënë sepse mund të themi edhe në moshë, për shembull, në relativisht në një moshë mbi 30 vjeç, dikush mendon për një, s'mund ta themi projekt, po dashuron me mendje. Duke ditur që ky njeri i saj, po, domethënë nuk mund ta fusim te faza e projektit që dashuria ose martesa nuk është një projekt. Është një ndjenjë që ti dashuron dikë, krijon një familje, ke një shok të jetës që do të vdeqë gjatë jetës, edhe vazhdojnë të gjitha etapat e marrëdhënies me radhë. Por dua të them që relativisht në një moshë të madhe, sigurisht që ti mendon me mendje, sepse ti e sheh sa efektiva produktive është ky individ në jetën tënde. Përpos edhe të ardhurat normalisht janë elementare, sepse ti nuk mund të jesh dot të kesh një lidhje, ndikojnë. Ndikon te shëndetësia e marrëdhënies. Sa i aftë mund të jetë ky bashkëshort për familjen, për sa prindit e voçur mund të jetë për fëmijët. Do të thënë janë shumë gjëra dhe ti e sheh në këtë koncept. Pavarësisht se sigurisht që ka edhe një kimi, ka edhe një ndjenjë brenda saj. Pavarësisht, po flasim për këto dashuritë e mëdha që është thënë edhe në shumë libra që janë dhënë që dashuritë e mëdha asnjëherë nuk përfundojnë. Dhe kur flasim një dashuri që është nga të dyja anët, që është një dashuri, dhe askush nuk ka përfunduar me një tjetër. Nuk veshin fustan ose rije të ndryshe, po. Mici. Po zoja ta përmendja këtë temë të fustanet, po pak se kishin një je celebrime ne. Po Marcela, ka ndodhur. Po më thuaj. Më fal, ndjes, e mbaruat mendimin apo? S'ka gjë. Po s'ka, dashuria ka shumë mendime, po marrë si e konceptojmë. E drejtë. Ja, për shembull, unë do thoja këtë gjën që po e flisnim edhe me vajzat pak më përpara në studio. Përse ndonjëherë ne
mbas edhe në mënyrë të pavetëdijshme zgjedhim që ta idealizojmë dashurinë më shumë se sa ta jetojmë konkretisht atë, që është një gjë e prekshme, është një marrëdhënie konkrete, është një gjë e përditshme. Përse ndonjëherë e mbajmë në nivelin vetëm të si thua të ideali që kemi në kokë, e shikojmë si një ndjesi idilike, romantike dhe qëndron vetëm në kokën tonë. Sepse ndodh që ne nuk arrim dot të njohim idealin, edhe mendojmë që atë që kemi ta krijojmë në idealin në mendjen tonë dhe në jetën tonë. Se ndodh shpesh mua aty çdo kujt që ne kemi një idealizim në kokën tonë, në mendjen tonë se çfarë duam në jetën tonë, si duhet të jetë mashkulli jonë, si duhet të jetë bashorti jonë, si duhet të jetë i dashuri jonë, dhe asnjëherë nuk del ashtu siç ne e duam. Më thënë, mund të jenë një përqindje shumë e vogël, por ne i idealizojmë këtë gjë duke menduar që ky do jetë i duhuri. Duke menduar ose duke bërë, siç e themi në atë gjuhën shqipe, një syqor një veshur neve dhe hajde se ka dhe gjëra të tjera, domethënë, hajde se s'po e shoh këtë anë, as po e dëgjoj këtë. Domethënë, po thjesht ngelet në mendjen tonë. Po mirë, këtë nuk e kemi në dorë, se dashuria nuk ka një garanci. Pra ti nuk e di në afatgjatë se sa do jetë ajo me ty, por ti mund të punosh për ta ruajtur edhe për ta mbajtur. Sigurisht, por në një marrëdhënie, në një dashuri duhet të jetë puna e dyanshme. Nëse në një marrëdhënie nuk funksionon nga të dyja anët të kontribojnë në një dashuri, të ketë me kuptimin, të ketë dashurinë, të ketë suportin nga të dyja palët, një anë nuk arrin, kurse si nuk mund të arrijë. Do vi një moment që do lodhet ndjenja, do lodhet durimi, do lodhet dashuria dhe do hiqesh dorë, do largohesh. Pra pa punë të përditshme. E rëndësishme është që në një marrëdhënie, në një dashuri apo nuk po flasim dashuri, faktë në një marrëdhënie qoftë një marrëdhënie emocionale, një marrëdhënie simpatie, më thënë duhet kontribuohet nga të dyja anët, sepse nëse kontribuohet nga të dyja anët, arrin normalisht shtohet dashuria, shtohet respekti, shtohet kontributi dhe të gjitha me radhë. Nëse vetëm një anë kontribon në këtë marrëdhënie, atëherë është diçka që nuk është se mund të ketë gjatësi. Pra duhen përpjekje të vazhdueshme dhe punë e përditshme nga të dyja palët, sepse dashuria nuk është thjesht fat që të bie nga qielli edhe ajo ndjenja pastaj do na mbajë gjatë gjithë jetës. Dashuri që të zgjasë. Ti duhet ta ushqesh atë dashuri që të zgjasë, se në moment që ti stepesh edhe krijon një indiferentizëm gjatë një marrëdhënie për kapriço, se po shohim sot shumë çifte që për kapriço për gjë më të vogël. Po. Atëherë do të thonë normalisht që dështon. Nëse ti vazhdon je në një botë me kuptimin, në një botë diplomatike, konsultimi, një marrëdhënie do të thonë të del dashurie, që edhe duhet falësh, sepse nëse dashuron edhe fal, atëherë do të thonë marrëdhënia ka më jetë gjatësi. Nëse filloj pastaj me këto displicat e vogla, e mateta, thash e hapa se hapa, e bëra se bëra, atëherë marrëdhënia sa do dashuri e fortë jetë ka të dyja anët, në një moment që e zaurohet edhe dështon si dashuri. Marcela si mendon, në jetë ne zgjedhim partner që na ngjajnë apo partner që na plotësojnë? Kjo është pak e vështirë si jemi më të prirur. Ndar. Kjo varet nga karakteri i një individi, varet nga karakteri i një personi, varet se çfarë kërkon një person në jetën e tij. Kërkon një person që ta dashuroj ose të jetë e dashuruar, apo kërkon një person që të ketë siguruar jetën e tij e saj, qoftë në ana ekonomike apo dhe marrëdhëniet të tjera shoqërore. Domethënë që sot shoqëria po qëndron te kjo e dyta, jo tek e para, që nuk po shohim më nëse e dashuron një njeri apo e don, por fillojnë atë fazën e manipulimeve sikur dashurojnë, sikur duan thjesht për të patur benefite të tjera në të ardhmen. Kjo gjë nuk thot vetëm tek gjinia femërore, por së fundmi është bërë edhe tret nga gjinia maskullore. Më vjen keq për çunat, por deri dje stimulonin gocat, domethënë i paragjikonin për këtë pjesë. Trend edhe nga po i bie rrugës së shkurtër. Po është bërë edhe nga meshkujt që shohin femra që janë të plotësuara, femra që punojnë, femra që kanë të paktën një ekonomi normale dhe po shohim domethënë që janë meshkuj që janë nuk kanë asgjë në jetën e tyre dhe pikasin të tilla femra, sikur dashurojnë, sikur duan thjesht për të përfituar jetën e tyre. E vërtet. Nga të dy anët ekziston kjo, por sot së fundmi është për pak të më e dukshme nga meshkuj, se po shoh edhe në përgjithësinë e punës, që ka femra që të tilla mashtrohen nga meshkujt, po dhunohen në forma të ndryshme, po shantazhohen për interesat e meshkujve, sepse janë ndarë dhe bërë dhe mediatike,
të cilat një mashkull që është një parazit, është një i papunë, sheh një femër të bukur në Instagram o internet, fillon edhe diskuton edhe fillon e bën shantazhe pastaj, do më japësh ti mua kaq lekë se ta vdora në rrjetet sociale. Kupton? Edhe kjo është një nivel shumë i dobët për gjininë maskullore, por për fat keq kjo është e vërteta. E vërtet. Marcela, kam një pyetje. A zgjedhim ne dashurinë edhe në bazë të modeleve që kemi në jetë, për shembull në rastin e familjes? Pra ti do të kesh një partner ose një partnere sepse sheh modelin e prindërve të tu, për shembull, se si janë ata në shtëpi me njëri tjetrin. Kjo realisht nuk është se ka është parë shumë, sepse kemi edhe nga ato familje model, që kanë pasur prindër model, që kanë një kulturë, kanë një taban në familje, kanë një autoritet, dhe fëmijët mund të kenë zgjedhur ose kanë dashuruar një njerëz që s'ka lidhje me nivelin e asaj familje. Krejt të kundërtën. Do të thënë, krejt të kundërtën. Do të thënë, ideja është kimia dhe dashuria që të ngjit. Nuk e shet, do të thënë, ato moment, po flasim për një dashuri, nuk po flasim ato projekte që ne kalon një kohë dhe ti e shet, do të thënë, çfarë më ofron ky njeri në të ardhmen, a është njeri i denj apo jo. Kur je në një moshë relativisht, në mosha 18 ose 16, që kjo është faza adoleshentit që ti dashurohesh edhe nuk sheh për te asaj, më thënë ti mund të jesh një familje shumë e emancipuar, mund të jesh një familje shumë e mirë, më thënë je një model i dy prindërve të tu, dhe ti dashurohen një njeri që s'ka asgjë, mund të jetë një njeri që rri pas dyerve të shkollës, mund të jetë një njeri që rri në lagje, mund të jetë një njeri që rri rrugë, që nuk është arsimuar, nuk është shkolluar, nuk ka një objektiv për jetën, dhe ti pikërisht në të dashurohesh. Pra është e pashpjegueshme në këtë rast, edhe dashuria dhe pëlqimi. Nuk e zgjedh dot. Marcela, duke qëndruar pak duke qëndruar akoma tek familja dhe tek mënyra se si jemi rritur, mendon se ndikojnë plagët e fëmijërisë tonë apo trauma që mund të kemi pasur në jetë në mënyrën se si ne ndërtojmë marrëdhënia? Edhe kjo ndikon sigurisht, sepse kemi raste, domethënë që të cilët nëse ne rritemi në një familje të dhunshme, nëse ne rritemi në një familje me autoritet të dhunshëm, apo në një familje fanatike, normalisht që edhe ne me këtë frym do rritemi edhe këtë deri ku do ta përcjellim tek fëmijët tanë, apo tek partneri jon ose partnerja jon. Por jo gjithmonë do e mos ndodh kjo, por pastaj varet edhe nga mënyra dhe karakteri që si është formuar ky fëmijë gjatë shkellimit të rritjes. Pra varet edhe sa punë kemi bërë me veten. Sigurisht që varet se si ti je arsimuar, varet se si ti je emancipuar në shoqëri, varet profesioni, shoqëria, socializimi, dhe këto gjëra deri diku të japin një pozitiv që ti mos ta kesh më, domethënë, në kulturën tënde, atë çfarë ti ke pasur nga familja. Por kemi edhe raste të cilët edhe nuk kanë qenë brenda një familje të dhunshme, kanë qenë një familje modele dhe kanë dalë fëmijë që janë problematik, janë fëmijë që nxjerrin probleme, janë fëmijë që janë konsumimi i lëndë narkotike, i drograve dhe shumë probleme të tjera që hasin në shoqëri. Domethënë nuk është diçka që është e prerë me thikë që duhet të jesh ky model familje, që ti duhet dalësh njëri i mirë apo je një model familje e keq që ti del një fëmijë i keq. Ajo është në varësi të punës që bëjnë fëmijët me prindrit, edhe shoqëria, sigurisht edhe shkolla që ka një rol kryesor. E ndërkohë për njerëzit që nuk e kanë bërë këtë punë me veten, nëse nuk do veten, a mund të duash dikë tjetër në mënyrë të pastër? Absolutisht, unë nuk e besoj këtë gjë. Së pari ne duhet të besojmë në veten tonë, edhe duhet të besojmë në objektiva dhe qëllimet tona dhe më pas duhet të duam tjetrin. Është një shprehje në psikologji që duhet përdorim empatin, duhet të vendosim gjithmonë veten në vend të tjetrit. Nëse ne nuk arrijmë ta vendosim veten tonë në vend të tjetrit, atëherë çfarë kërkojmë nga një mik, shok, i dashur apo dhe çdo pjesëtar tjetër që mund të jetë pjesë e shoqërisë tonë. Marcela, një këshill për një marrëdhënie të shëndetshme, meqense jetojmë edhe në një kohë të çuditshme ku rrjetet sociale ndikojnë, ky ritmi i shpejtë i jetës, njerëzit janë të pavendosur se çfarë do bëjnë me jetën e tyre, cila do ishte një këshill e mirë, e shëndetshme për një marrëdhënie të konsoliduar dhe të mirë. Edhe afatgjatë. Edhe afatgjatë. Nuk mendoj se njerëzit janë të pavendosur, deri diku ato e di çfarë duan në jetën e tyre. Por është ajo frika e përgjithësisë që ato duhet të kenë më pas. Domethënë kjo është një problem i shoqërisë. Kjo është frika e përgjithësisë që do të thotë frika e përgjithësisë të ketë një familje, frika e përgjithësisë që të ketë fëmijë, frika e përgjithësisë që do jetë gjithmonë do të japi, domethënë në thonjza të llogarisë ku do shkoj ose çfarë do bëj. Domethënë nuk është ajo lishmëria se si ai ka pasur ku ka qenë i pavarur në momentin që ti krijon një familje, që në momentin e parë ku ti krijon një lidhje
serioze për të pasur një gjatësi me këtë partner ose partnere, aty fillon përgjegjësia, fillon respekti, fillon mirëkuptimi, nuk ke më anëzhmëri dhe shumica e shoqërisë sonë sot e kanë frikë të marrin këtë hap. Është frika që ata nuk duan përgjegjësi. Nuk është puna nuk janë të sigurt, por nuk duan përgjegjësi sepse ti mund të kesh shumë vite me dikë dhe nuk e ke ndier veten të dashuruar edhe të sigurt, shumë vite dhe ti mendon se në bazë të viteve jo, kemi raste domethënë që ke ndetur për shembull për shumë vitesh me dikë dhe ke ndier sigurinë edhe tek ky individ. Dhe në momente që ti je ndar, mund të kesh ndier sigurinë më shumë tek një tjetër që ke 2 muaj që e ke njohur. Ndaj nuk është koha që ti e fiton sigurinë, respektin edhe dashurinë. Është individi se sa i aftë edhe sa i dur është që të ngjit me ty, është në gjuhën më të thjeshtë të mundshme, kimia që ty të ngjit me këtë njerëz. Nëse nuk ka kimi, nuk ka as dashuri. Marcela, a ka njerëz që kanë frikë nga afërsia edhe nga ndjenja e dashurisë? Ekziston që ka. Sepse edhe kjo ndodh nga njerëzit që janë të zhgënjur nga dashuria. Okej, e morëm për një me këtë, s'ka nevojë për shtjellim. Janë trauma që krijohen nga eksperienca të lidhura. Edhe diçka të fundit, sepse mendoj Marcela se është një vije e hollë që e ndan dashurinë nga varësia emocionale. Cili është kufiri mes këtyre dy gjërave? Varësia emocionale, mund të themi, domethënë do thotë është që është marrëdhënia që ti krijon me njëri tjetrin, është një marrëdhënie seksuale që ti ke. Kupton, marrëdhënia emocionale. Pastaj marrëdhënia dashurie është që ti nuk e sheh këtë individ thjesht si një objekt që ti mund të kryesh apo të shkarkosh nevojat e tua emocionale, por e sheh si njëri që të fal dashuri që të kohës, ke njëri që e ke suport, e ke në krah dhe e ke për çdo gjë që ty në nevojitat. Kurse dashuria emocionale nuk mund të themi dashuri, por është një ndjenjë emocionale që ke një varësi, domethënë që ti ke një emocion, thjesht të kesh një marrëdhënie seksuale me këtë njerëz. Unë kështu e konceptoj në pikpamjen time dhe besoj që kjo është, sepse s'mund të ketë gjë tjetër, sepse nëse është dashuria, është ndërthurur në forma dhe etika të tjera marrëdhënie dhe komunikimi. Nëse është emocionale, atëherë është diçka që ai njeri ka një ndjenjë, një varësi ndaj teje thjesht në një marrëdhënie intime. Nuk ka një më qartë se kaq nuk kishte si ta shpjegonte Marcela konceptin e dashurisë, kështu që mbani shënim. Jo, shumë pozitive Marcela, na pëlqejnë qëndrimet e tua lidhur me dashurinë. Domethënë ke dhënë një mesazh shumë të mirë që po mund të duhet një njeri për shumë gjatë, ndoshta edhe për gjithmonë, sepse gjatë rrugës ti e njeh, ti kupton veten tënde dhe ti punon për atë marrëdhënie. Kështu që ky është mesazhi më i mirë që mund të merrim këtë mëngjes. Falenderojmë shumë për gjitha këshillat. Marcela, ditë të mbar. Sukses në emisionin tuaj. Faleminderit, ditë të mbar. E ja, kështu, këto këshillat. Romeo. Tani i kuptua 2-3 gjëra ju apo kuptuam shumë? Do shikoni në ritransmetim prapë. Nisë nga mendja çik dashuria, po ti je mirë aty lart, je mirë edhe këtu po. Po kjo nga këtu deri këtu është rruga më e vështirë thot ai dhe më e gjatë për të bërë thot. Po ka njerëz që kanë zgjedhur atë gjën. Rrimne. Pyesim për një shokë, për një shoqe. Kjo rrugë të jetë me një korsi o Francë, mos të shkëmbehen me njëra tjetrën. Nuk e di. Puna çon kjo autostrada jon për momentin. Për momentin na çon në një shkëputje për të dëgjuar një këngë dhe pak shumë mirë. Gjohu, po deshe, mëngjes. 104.6 Radio Travel dhe Premium Channel. Dhe kush është zgjuar tani, është zgjuar në momentin e dur, se deri tani kemi folur për dashurinë, por tani do i parashikojmë pak fatin e Adës. Tani na i dha këshillat psikologja, ne ata do të ta shikojmë çati filxhanin. Ma shiko filxhanin. E kam gati këtu, ja po e. Bëheni gati dhe ju në shtëpi. Bëni një kafe turke. Një turke e piva, unë tani mora edhe ekspresin. Këtu i kemi të gjitha. Blind me kafe sot. Atëre, jemi gati Nada. Dëgjoj se çfarë do thot. Hajde. Përqendrohu të dish. Ton. Se çati është i lezetshëm shumë thot. E pash filxhanin. Edhe i sjellshëm i tij. Madje me këto emojit kështu, me një kafe dhe me një yll. Sa bukur. Nuk e di, po ta lexoj thot. Në qendër duket një grumbull me pika të vogla. Kjo zakonisht tregon mendime të shumta dhe lëvizje. Ke pasur periudhë me stres? Ose shumë gjëra në kokë, por ato po fillojnë të qetësohen. Çike gjithë këto gjëra më çup. Koka plot. Po zbraze pak. Zbraze se rëndon? Sipër thot, afër buzës së filxhanit. Sipër. Forma më duket si një zog ose si flutur.
Kjo tregon që një lajm I mirë po vjen së shpejti, mund të jetë një mesazh, mund të jetë një telefonat apo një përgjigje që pret. Kështu që rri në pritje. Fal Zotit. Ana thot ka një vit të gjatë rrethore si. Ajo viza amerikane që po pres. Ja, fiks, kjo tregon udhtim ose ndryshim ambienti, thot mund të jetë udhtim I shkurtër ose një hap I ri në punë, jetë personale, nuk e dim këtë gjë. Ma ka lënë mua në dorë domethënë. Për lekat thotë. Një telefonat pra Mikael. A do një telefonat? Dgjoj. Erdhi telefonata. E para, po. Mikael. Shef që nuk gënjen çati. Pikat e për lekët thot, pikat e vogla të shpërndara tregojnë Mos na pyet për lekët. edhe fitim të vogël financiar ose një mundësi që sjell për fitim. Sigur ta kem pirë unë këtë kafen. Fiks. Dgjoj, ke një zemër këtu, domethënë sa I takon. Vetëm të vetën apo Nuk Ma është shoh, zemra e dikujt tjetër? nuk zemra jeme. shoh thot shumë forma të mbyllura apo të errta në fund, që është mirë. Do të thotë se një shqetësim po mbyllet dhe gjërat po shkojnë drejt stabilitetit. Bismillah, o zota Këto ma. gjërat e zemrës, ç'a do që ta pyes? Më thuaj, ç'a ta shtyp këtu? Ka shkruar më? Po pra, tani ti pyete, nëse do thot më thuaj, a është për dashuri, puna apo diçka konkrete që Për të shojmë. dashuri, për dashuri do qëndrojmë te tema. Moj Mikaela. Pyeson për Ç'ke me çfarë dashurinë time Ah. ti? Ua, shikoj tënde. Po nga që s'kam vënë në Terezit time, thash po merrem me tënde. Bashk shoqë të dyja, ja. Horizon. Ndal. Horizon. A ka dashuri në horizonte? Si fel kryq më duket. Ui, me 2 n e pas kam shkruar horizon në NT. Po ta shohim me syrin e dashurisë. Filxhanin tënd në qendër ka shumë pika të vogla të grumbullura. E morën Pra, vesh këto të sa pika Këto që kemë pika, në more, motor. ca pika shiuran mbi qelsh. Mos janë pretendent këto pikat që mbajnë radhë. Se që ndjeva mal, sa pretendent ka vërdau, qajmë dhe njëtin Sigurisht hau. mbajnë radhë të gjithë për vajzën tonë. Vazhdoj. Kalle, hallin. Kjo tregon thotë që ndjenja janë zgjuar, por ndoshta ende të paqarta. Dikush po mendon për ty ose ka interes, por nuk e ka shprehur plotësisht. Po I ç'na bën ta që panjohuri. nuk shprehen I ne themi me të vajzë. bëhet burr edhe të dalin nga strofa e Hajde këtu ti. Luanit, ku është futur. Thuaja vajzës, forma që duket si zog afër buzës thotë është shenjë e një mesazhi ose afrimi të shpejtë. Në çështje dashurie kjo zakonisht tregon komunikim, dikush do të bëjë një hap, do të Kaq hapi me pa. llafe vetëm komunikim. Ka Kjo është dashuri për në horizont, Ka ka dashuri, po. Sa vonon? Po ja ta shikojmë. Po e kemi pak me nxitim se kemi punë. Tjetër që do të dish. Kaq për dashurinë? Po kaq, po më Se thuaj nuk fare. je A kemi beqare? dasëm këtë vit thuaj? Ta pyes një. Dasëm. Po, Ne s'kemi Po deri marrëdhënie. po deri ngushtë kemi martuar ne ty ka vdeka i Mua, muhabet. vërtet, ë? Ta pyes një. Faleminderit, ndoli fati. Për dasëm, për ç'a do ta Jo pyes? dasëm ja, pyeten çik për në një udhtim o burri dhe ose vdiqëm. Na han duart. Do një lëvizje, do një gjë. Udhëtim. Udhëtim diku. Tani Rrënjë ka për në shak me udhëtim vasin, pyeta- për Do shembull, nga do të na thjesht çoj të vasi. justifikohet, thot Po ma shik- tha çati, jo se doja të E udhëtoja, pra, po e e. preva këtë biletën. E hana E kam pushim. përsa kështu ma lexuan fati. E kam prej çatit kët biletën. E shko sa I lezetshëm, vazhdon Qa bën një kafe edhe një kështu emoji të një avioni që është duke ngritur, duke se ikur. mirë. Në fixhalin tënd do të vija rrethore e qartë anash si një unas që rrethon brendësinë në shenjë tipike e rrugës udhëtimit. Kur rruga del e hapur dhe jo e prerë zakonisht tregon lëvizje të sigurt. Duke qenë se është shafër buzës Filxhanit, tregon që nuk është shumë larg në kohë, Po thotë. afër më. Nuk duket shumë e gjatë apo errët, prandaj më jep ndjesinë e udhëtimit të shkurtër ose arratisje të vogël. Do shkosh te Gjiri Lalzit Po, prapa aty unë me pikat e mia. Atje ku ke qef ti. Duke zbrazur. Nada, domethënë thotë që Fluturim me avion jo, s'ka. Po, thotë shfaqet një lëvizje udhëtim në horizont zgjidhet ti. E ke. Ta zgjedh unë. E ke të Meshëm. sigurt. Kush paguan apo unë e zgjedh? Çati, moj? E çati. Faleminderit Çati, po. çatit. Çka ke në merak tjetër? Në Keni merak pas çka ke herë? ti, në bicikleta ndonjë gjë se çati këto kishte për Tani për kjo një shefin. udhëtim e ka në mendje se kot nuk pyet. Ore që e ka, e ka. Puna është me këdo udhëtoj. Pyete një çik me këtë udhëtoj. Do na dali fati rrugës? Apo do niset Atje me ku do fatin me shkojmë, vete. apo do niset me fatin? Oj, me këtë do udhtoj. Mm. Po ta shohim me kujdes sot. Qartë. Pran duken dy forma të afërta, thotë, jo të ndara larg njëra tjetrës, zakonisht tregon udhëtim me një person tjetër, me një zemër, forma Pyete është pra, e e merr me butë. vete apo e gjen andej? Kjo thotë më jep ndjesinë e një personi me të cilën ndihesh rehat. Frederico Nada. Donde estás, te busco, amor mio. Amor mio me shumë energji. Kush No është ky puedo. more? Dhe shikoj Kasperi, se s'ka mundsi. çati është shumë specifik se thotë nuk duket si figurë familjare kjo thotë. Jo me Kemi ndonjë lidhje person. gjakut. Po e si e ka grupin e gjakut ky zotëria? Një person thotë Ore, që e ke po, afër emocionalisht. Ndonjë inicial ka aty te Filxhani kësaj vajze Ja, apo ja, vetëm kjo te po Filxhani im dalë ishte me kjo. alfabeti? Ta pyesim Sikur me ti një- Pyete, të pyete. koçe. Ta pyesim me një inicial, ne anda po. Pyete një inicial. Po është ai iniciali mos e thua. Shikon ndonjë inicial. Dhe po e pe gatim Me fshi. zh është.
Zhani, Siko. Përshëndetje profesor, respekt. Pikave. Se do ishte bukur. Nada, me në Tiranë. Nada, thot ke një me më, thot po më ngjahet si W. Shikoj një Është me fryzim M? brapsht. Me po. më. Me më. Mikaela, më mos do ikim. Mos shi Po fare. ikim bashkë. Ti Shu dal. një fundjavë. Më. Me ikim? Mikaelën në Madrid. Po për më. Sa E bukur. boj. Ose W më. Taksira të hënën tjetër vetëm ti. Mund të jetë ndonjë Wesley që ke njohur. ndonjë William Ose William kështu. Shakespeare. Do të martohemi në Amerikë, moj aman. Më duket edhe një M, thot, po mund të jetë edhe S, mund të jetë edhe se marrin vesh thot. Ose e kishte Mikaela javën e kaluar apo? Një formë gjarpri, le, yri thekrave Pra çapi. filloi? Yri kthej nga gjarprint. E thoj kam kështu njerëz të këqinja vetë. Thuaja. Mirë tani kështu ishte ky filxhani. Si na rua Franci sa I mirë që e mbyllim kështu bukur. Pas ka informacion fort të mirë në vazhdim. Domethënë, shiko çfarë janë femra, sa fillojnë këto gjarprint të dalin këtu futu thot, shikoj se kush është. Lere moj, e ke Lere bukur. të flej gjarprin, mos e zgjo. Më mirë çik mister, ë. Shpenzime thuaj, do kemi shpenzime këtu Po muaj. s'ta tha pra. Do kesh ta. Do kem po. Jo, more I thashë do Ndërkohë të që unë vinde. pyet për shpenzimet, pyet e njëri ti, domethënë, përsëritë njëra të kuicin Ta çfarë. përsërisim tani kuicin. Cili qytet ka rrugë që zhduken në det 2 herë në ditë? Është ai vendi ku do shkoj unë me Mikaelën apo në një vend tjetër? Një ndihmë vockël për ju, meqense minutat po ikin edhe ne duam patjetër një fitues. Ky qytet ndodhet në Francë. Mund të bëni një kërkim të shkurtër në Google. Nuk kam përshtypjen se e dini, por cili qytet ka rrugë që zhduken në det 2 herë në ditë? 068 40 63 423. Më fal. Jo, vazhdo. Jo, për shpenzimet do thoja. Për shpenzimet. Prap kthehet çati filxhani çati tek ato pikat e vogla se thon. Lidhen me blerje, dalje, udhtim ose gjëra praktike, kështu që Do një presje ka apo vetëm pika kjo ajo fakt? dihet. pikat vogla do. Për blerje për dalje, pikat Ja, vogla. po. 200 Kaq. këtu, 300 aty, pikat Edhe vogla. ikën me launchi, kështu si pa që të keqe. Faleminderit shumë çati. Thuaj të falenderoj dhe mezi paqen. pres të shohim pra Filxhanin bashkë. Më bë radhës tjetër të hënën tjetër e kam unë këtë. E ke për ta ti, parë do ta Filxhanin. lexojmë Do ne. përpiqemi të kursejmë. Do ja lexojmë ne të dyja Po, Mikaela. do Se përpiqemi. do dalë shumë bukur. Mos ta Hajde, bëj vet. hajde, do rri në akt ndër javës tjetër. Do dalë që do e nxjerrim atë me kaçurrela ne do e Ma nxjerrim. jo, a me kaçurela thash ti hy, tash i iguaj mohabet, lere mos e përmendim më. Ka shumë vite. Miku im. Do pyet shoqërinë e përbashkët dhe do vi me informacion. Okay. Kalojmë në një moment tjetër. Kalojmë. Kjo është rubrikë shumë e bukur kjo e kafes. Në Është shumë e chatin, më bukur. pëlqen shumë. Gëzuar të gjithëve ju që po e pini kafen e mëngjesit me ne. Ju bëf të mirë edhe do zoti Gjakeljan. ju nxjerr filxhani vetëm gjëra të mira atje pa siklete, pa gjarprinj, pa hardhuca, pa kështu. Po ne japik tek tu. Ndaj japik edhe duhet për kështu për sy. Ku jemi me çupka do dëgjojmë Kang? Dëgjojmë një këngë dhe rikthehemi me rubrikat tona të tjera. Mirëmëngjes. Yes. Ja, u kthyem, se kishit me merak ju, vajza. Me merak të madhe kishim. Po. Jo, po kur do kthehemi, jo, po pse Na do merr kthehemi. malli më. Për kë Duam për të flasim me njëri tjetrin. Shiko, më shumë se sa na merr malli, në fakt mezi po prisim që t'i bënim disa pyetje të ftuara së radhës. Doli në okay. trend Franc, ky është direkt. momenti ku ti e fle gjumë. Unë do shikoj ca ndeshje tani çka ka për këtë javë, ju vazhdoni. Jo, angazho një çik se është temë e rëndësishme edhe për djemt. Patjetër që po. Flasim të mëngjes me Anisa Dervishin, e cila është estetiste dhe sigurisht kjo është rubrika e çdo të hënë këshillat e mirëqenies. Flasim pak për kujdesin për lëkurën, atë rutinën tonë të përditshme, gabimet e vogla që ndoshta mund të bëjmë. Anisa, mirëmëngjes. 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 Kënaqësi që të kemi. E nisim fillimisht me gabimet më të zakonshme që bëjnë njerëzit në përkujdesjen për lëkurën, atë përditshmërinë e tyre. Atëherë, gabimi numër 1 është që ne duhet të zgjedhim patjetër kremrat tonë që na nevojiten për lëkurën dhe për tipin që ne kemi. Gabimi numër 2 është pjesa e make-upit që duhet patjetër ta heqim para gjumit. Dhe sidomos kryesori për më tepër është vendosja e SPF-s si në periudhën e dimrit, si në periudhën e verës. Anisa, a është rritur interesi nga vajzat për t'u informuar një çik më shumë për tipin e lëkurës së tyre, kremrat që duhet kenë, vendosjen e kremit të diellit siç ti e përmende, pra ka një ndërgjegjësim? Patjetër që po, thjesht është ideja që neve duhet të shkojmë tek ekspertët për ata të na dallojnë tipin e lëkurës dhe gjendjen që ajo ka, sepse neve lindim me një tip lëkure dhe gocat mund ta dallojnë dhe mund ta ngatrojnë tipin e lëkurës, por gjendja ndryshon nga shumë faktorë. Kështu që ne duhet të jemi shumë të qartë në atë rutinën tonë të përditshme dhe se si ajo ndryshon me kalimin e këtyre faktorëve dhe duhet patjetër të vendosim kremin e dur në lëkurën që asaj përshtatet.
Anisa e përmendë më herët përdorimin e SPF-s dhe në fakt duket sikur njerëzit kanë këtë ideologjinë që SPF-ja përdoret vetëm në ver, mundësisht vetëm në plazh. Po ndërkohë, paktën për lëkura si e imja që jam tepër e bardh, është e domosdoshme edhe gjatë dimrit. A është e njëjta gjë për çdo tipologji lëkura? Pikërisht, në periudhën e verës është ideja që ne vendosim SPF. Në periudhën e verës duhet të jemi madje më të kujdesshëm, sepse SPF-ja gjithmonë ka një faktor kohë, që do të thotë nëse ne vendosim në mëngjes dhe kemi një SPF 30, duhet ta vendosim çdo 4 orë, që ajo të na mbulojë gjatë ditës. Po, duhet të riaplikuar patjetër dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Një çik vështirë me fondatinën që vendosim ne për përgjithshmëri dhe harrojmë pastaj. Po, e vërtet, por nëse ju bëni një skincare të mirë, nuk ka nevojë për fondatinë. Qartë. A ka vajza vërtet që nuk e përdorin më fondatinën, sepse bëjnë këto trajtimet e vazhdueshme? Po, sepse ka dhe trajtime që janë më invazive, në bazë të problematikës që ato kanë, dhe gjithë ideja është që të dalim nga shtëpia pa make-up, jo vetëm ditën e diel me rroba sportive. Po cilat janë trajtimet estetike më të kërkuara dhe që janë vërtet të dobishme? Ideja është që gjithsecili është fokusuar dhe te injeksionet dhe te lazeri. Unë jam pro lazerit për arsye sepse lazeri arrit të dalloj pjesën që neve mund të trajtojmë si epilimin e çimeve, që mund të kemi një lëkurë të shëndetshme, sepse po marr faktin që hasim shumë shpesh folikulitis. Okej, çfarë është ajo? Ajo dëmton lëkurën totalisht, sepse është pamundësia e çimes për të dalë në sipërfaqe dhe inflamon zonën përreth, dhe zakonisht e hasin te lëkurat e bardha. Pra, duke trajtuar me epilimin me lazer, ne lëm një lëkurë të shëndetshme, të butë dhe të lëmuar. Pra është një mit që lazeri nuk është i shëndetshëm. Jo, nuk është e vërtet. Lazeri arrin të dallojë vetëm ngjyrën kafe të errët dhe të zezë, dhe për të ndërtë rënja e qimes, shkatron folikulën dhe mundëson që ajo mos të krijojë me probleme në lëkurë, duke lënë një lëkurë të lëmuar. Nuk ka reze dhe nuk ndikon as pak në asnjë lloj gjëje. A ka një moshë specifike ku rekomandohet nisja e lazerit? Unë klientët më të vogla i kam edhe 12 vjeç dhe janë vetë të 12 vjeç? Po, e kanë marrë lejen nga mjeku i familjes, nuk ka asnjë lloj problemi. Sa mirë Miley. I can love me better baby. Miley Cyrus Flowers. Sa mirë që i ble lule vetes ajo. Është këngë shumë e bukur me një mesazh shumë të mirë që mos harro të duash veten tënde, nuk ka rëndësi. Një farë bë shumë kështu kjo, shumë e njohur. Kishim kolon zanore kudo. Edhe gjitha storyt ishin me këtë. Ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë e njohur. Mirë, japim fituesin e quizit për ditën e sotme. Gjeje ku, cili qytet ka rrugë që zhduken në ndet 2 herë në ditë, është Passage de Gou në Francë. Passage de Gou. Passage de Gou. Se ka gjetur me Francën mua këto kohë. Fituesi është Alida me numrin që mbaron me 443. Urime Alida, ke fituar një kupon në vlerën e 50 eurove nga Sweet Spot dhe një informacion të shkurtër para se të largohemi për Passage de Gou. Besoj po e them mirë, shumë bukur po e thua. Shkruhet Gois. As francezët nuk e thon kaq bukur. Në Francë mund të jetë Dugua. Dugua? Po, mund të jetë Dugua. Nuk e di. Në Francë është një rrugë që zhduket 2 herë në ditë. Ajo lidh kontinentin me ishullin Noirmoutier. Oh, la Noirmoutier. Dhe përmbytet plotësisht gjatë Baticës. Gjatë Baticës, rruga del në sipërfaqe dhe mund të kalohet për disa orë. Gjatë Baticës, uji e mbulon totalisht deri në 4 metra. Ka kulla shpëtimi anash në rast se dikush nges dhe konsiderohet një nga rrugët më të rrezikshme, por dhe më unike në botë. Passage de Gou. Passage de Gou. C'est la vie, mon ami. Oui, ne ikim këtu edhe c'est la vie. Do takohemi nesër në Zjo Podesha 104.6 Premium Channel. Jemi në orën 7 nga Zjo Podesha. Ju themi mirupafshim dhe ditë të mbarë. Arrivederci. Takohemi nesër.